Ju kujtohet 33 vjeçarja Florie Gjana. Historia e saj ishte vërtet një histori mjerimi. Nëna e 3 fëmijëve, ku për shkak të varfërisë jetonte me të vegjëlit e saj në një bunker. Në një bunker që dikur i shërbente forcave të armatosura dhe deri dje ishte vetmja shtëpi për familjen me 4 antar. Krye familjari ka vite që ka ndruar jetë dhe vetmja trashëgimi që i kalon familjarve në këtë bunker. Për të arritur atje ku jetonte Floria, duhet të bëje rrugë të gjatë në këmbë, në përbalt. Historia bëhet edhe më shokuese e deri tragjikomike, kur mësojmë se familja e varfër, për të jetuar në atë bunker, i është dashur të paguaj jo pak, po 3.5 milion lek një personi që pretendonte pronësinë mbi të. Por në datën 25 dhjetor të vitit 2014, gjatë transmetimit live, shumë njerëz ofruan ndihmat e tyre, ku dhe 3 fëmijët jetim të festonin festat e fundvitit. Të dashur miq, ju kujtohet historia e Florie Gjanës, nëna e 3 fëmijëve, e cila prej 12 vitesh ka jetuar në këtë bunker, por vetëm përpara 2 ditëve ajo ka hyrë në banesën e saj të re. Fondacioni Humanitar Katar, si themeluar në vitin 1993 në Shqipëri, vendosi të ndihmojë këtë familje, duke i ndërtuar shtëpinë e shumë dëshiruar. Vetëm përpara 2 ditëve, familja Gjana nuk jeton më në bunker, por tashmë kanë shtëpinë e tyre të re 2 katëshe, ku fëmijët kanë dhomat e studimit, krevatët dhe gjithçka tjetër që mund t'i duhet për t'u rritur. Unë jam shumë e lumtur bashkë me 3 fëmijët e mi. Ato janë shumë të gëzuar për shtëpinë e re, edhe nuk e di, është ëndra atyne që kemi luftuar për këtë ditë. Drejtori i projekteve pranë këtij fondacionit, Korap Sheu, tregon për mikrofonin e News 24 se emisioni Me Zemër të Hapur ishte shtysa ku shumë donatorë vendas dhe të huaj ofruan ndihmën për këtë nënë. Kjo shtëpi nuk u ndërtuar thjesht si një shtëpi për një familje jetimësh, por u ndërtuar një shtëpi sikur të ishte duke t'ia ndërtuar një inxhinieri që ai realisht do të vrente gjithçka çfarë ishte në ta. Kjo shtëpi kapi një kosto rreth 25 milion lek të vjetra ndërtim dhe 3 milion lek investim R&D shtëpiake. Brenda, siç e shikuat edhe ju, në të 2 katët i kemi kompletuar me pajisjet e asaj çfarë nevojiten. Por dhe përgjegjësi i forumit studentor pranë fondacionit, Indrit Lita, bëri një mesazh për gjithë të rinjt, ku vuri në pa ndjenjen e humanizmit. Duke menduar që jo thjesht ana vullnetare që është për 1 ditë apo për 2 ditë, menduam dhe bëm një kërkesë tek grupi që kemi në Facebook të forumit studentor për një donacion që gjithë secili sa të ketë dëshirë të kontribuojë për të sjellë një dhuratë simbolike për shtëpinë e familjes me fëmijë jetim.